Organizimi i një takimi të teatrove të varietes sigurisht nuk është një rutinë që thjesht gjallëron jetën kulturore dhe artistike të një komuniteti, apo diçka që plotëson agjendën institucionale të kulturës. Është më tepër se kaq. Është një ngjarje kulturore e cila rikoncepton estetikisht ekzistencën e humorit të varietes si produkt skenik dhe të satirës si letërsi e materializuar, e cila tenton të komunikojë dhe dialogojë me kohën dhe shoqërinë. Në këtë kuptim, organizimi i Ditëve të Humorit Shqiptar 2005 në qytetin e Vlorës bëhet seriozisht pjesë e politikave kulturore të shtetit dhe treguesi i evolucionit të brendshëm të gjinisë së humorit. Prej 18 deri në 22 nëntor në qytetin e Vlorës u organizua Ditë të Humorit Shqiptar 2005. Ngjarje artistike me përmasat e një tradite, e cila për arsye të ndryshme u ndërprer në vitin 1994 me të shtunat gazmore të një qyteti. Ideuar nga aktori Mirush Kabashi, i cili është edhe drejtori artistik i këtij takimi, mbështetur nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Bashkia e Qytetit. Tashmë, humori është shndërruar në një gjini me shtrirje të gjallë jo vetëm në skenë, por edhe në mass media. E si i tillë, për shkak të popularitetit, ka një efekt e jashtëzakonshëm psikoestetik në formimin intelektual të individit, në mundësitë e tij për të dialoguar dhe komunikuar përmes artit. Takimi i cili u përgatit nga organizatorët në një kohë rekord, mund të cilësohet i suksesshëm në disa prej parametrave të tij. Morën pjesë trupat e varietes nga Peshkopia, Shkodra, Elbasani, Durrësi, Korça, Vlora, Tirana, Saranda dhe Fieri. Më tepër se sa prurjet artistike, në pjesë të cilave linin për të dëshiruar si rezultat i kohës së gjatë të vegjetimit, vlera e këtij takimi qëndronte në ballafaqimin me përvojat e avancuara të varieteve, si dhe në trajtimin analitik, thon skanerit, dhe njësoj problemesh të humorit shqiptar. Me humorin, me këtë zhanër tepër të dashur për spektatorin, të dashur për të gjithë do të thënë, trajtojnë probleme të ndryshme, të cilat e shqetësojnë sot shoqërinë shqiptare. Por ndodh kjo gjë, që spektatori duke e parë këtë problem, të trajtuar bukur, të trajtuar nga personalitetet e humorit, të trajtuar me një sens të tillë që e bën këtë shumë të afërt ndaj vetes, atëherë edhe ai di të mbaj një qëndrim ndaj këtij problemi ose ndaj këtij fenomeni që shqetëson shoqërinë tonë. Dhe kuptohet, është më bukur kur edhe kritikën e bën direkt, por kur e bën edhe me humor, që dhe tjetri që e merr këtë kritikë është më e këndshme, është më e bukur dhe është më me vlerë. Prandaj dhe neve themi shpesh që është e mirë që edhe kur kritikojmë të kemi një sens të kulturuar, të kemi një sens me humor, të kemi një sens që është dashamirës. Pra edhe kur kritika me të vërtet nuk bëhet me arrogancë, kur nuk bëhet me vulgaritet, nuk bëhet me banalitet, por bëhet me një kulturë, kur bëhet me një sens dashamirës për të ndryshuar, për të krijuar diçka më të mirë, atëherë cili do që kritikon e bën këtë në një sens të drejtë, por edhe ai që kritikohet, është më në gjendje më të mirë, mund të themi, që mund ta marrë këtë kritikë. Në të vërtetë ka një gjë që quhet her mbas here që humori i zi. Dhe humori i zi quhet sot jo vetëm se po thuhet në Shqipëri, po ka një përcaktim të veçantë internacionale kjo, po kur flet për tragjedi, kur flet për
për vdekje, kur flet për skandale, kur flet për aksidente, kur flet për atë që me të vërtet të sjell zi. Ideja që ne qeshim nga e keqja, qeshim me fatkeqësirat e shoqërisë shqiptare, me negacionet e kësaj shoqërie, jo thjesht për të argëtuar. Jo, është një gjë që në përgjithësi humori ka një detyrë tjetër. Ka një detyrë tjetër. Pra atë gjë që është negative, atë gjë që është e papranueshme, ta kritikoj. Por duke e kritikuar me një sens, siç thash edhe në fillim, me një sens më të bukur, më dashamirës. Ta përqesh ose ta qesh. Ta përqesh, do të thotë që njeriu në këtë kritikë që i bëhet këtij fenomeni, ai të qesh, por edhe ta kuptoj që nuk duhet të jetë kështu. Kur flasim për kritika ndaj problemeve dhe fenomeneve, me të vërtetë janë shqetësuese. Këtu është vështirë të gjesh gjëra serioze. Ja munduar një ditë që thëmë nga qeveria, nga qeverisjet, përgjithësi jo nga kjo qeveria sot me kjo ka më shumë, po edhe nga qeveritë më parshme, edhe nga jeta e përditshme të gjej gjëra serioze. Nuk kam gjetur gjë, dhe thash të bëj një gjë serioze. Të gjitha më dolën o me humor, o me satir, o me ironi, o me mënyra tjera që gjithmonë më duke si lojë, sikur ata kanë dalë në krye për na bërë për të qeshur, ne duhet të qeshim me ata. Pavarësisht se shpesh komike është dhe tragjike brenda, sepse ata vërtet na bëjnë gjë, por kemi tragjizëm se i përjetojmë. Po se të qoftë kjo e lindi kam përshtypjen se jeta duhet marrë jo seriozisht. Se ndryshe njeriu duhet të çmendet, ndryshe njeriu që kur çohet në mëngjes pa drita dhe pa asgjë, domethënë gjëra më elementare për të jetuar gjeshur, pa ujë kanë më të qeshur. Duhet jo më të qeshës, nuk të qeshet, po nuk do të marrë seriozisht, kështu është. Pas ceremonisë së rastit dhe përshëndetjeve nga institucioni më i lartë i kulturës, mbrëmja e parë u çel me shfaqjet e varietesë së Elbasanit dhe të Saranës. Trupa e qytetit të lashtë të Shqipërisë së Mesme u ngjit në skenë me hitet e humorit dhe të këngës. Në regjin e Kristaj Shpitës, pjesë të zgjedhura me shije nga krijimtaria më e mirë e realizuar ndër vite nga kjo trup. Ndërsa, trupa e qytetit bregdetar në ekstremin jugor të vendit u ngjit në skenë me shfaqjen Një vër në ujë, me regji të Vangjel Agoras. Një varieté e këndshme, harmonizimi i humorit qesëndisës në lidhje me absurditetet sociale, muzikës dhe gjetjeve apo simbolikave mizanskenare. Kënga ime në dy kohë, titulloi varieteja e trupës së teatrit Bylis të qytetit të Fierit, me regji të Klajdi Markut. Pjesa synonte të përcillte në publik përmes gjuhës së humorit një problem sa të dhimbshëm, por paqë komik ndonjëherë. Pozicionin e individit në situata paradoksale dhe qëndrimet që e pasojnë atë. Aktiviteti vijon me varieteten e peshkopisë, me pjesën Vetëm të thanë, me regji të Akim Skorës. Shfaqja sjell në skenë ironinë dhe humorin thumbues karakteristik për qytetin verilindor. Ndërsa teatri varietesë së qytetit të Durrësit ishte realizuar shfaqjen Dy vëllezër e gjysmë, një pjesë interesante nga Gjergj Vlashi, shkrimtar i njohur i humorit. Trajtohen aty problemet e personalitetit të njeriut, metamorfozat e çuditshme të tij në ndryshmën e etis makute për pasuri, gjë e cila krijon dhimbshëm situata groteske dhe sarkastike. Portretizimet e individëve në ujërat e turbulta hipokritë të një realiteti pragmatist tenton të jap fizionominë e një shoqërie traumatike që pjell atë që shpesh quhet humorizi. Originaliteti i dhimbshëm që gjithsesi të bën të qeshësh në vetë karikaturat sociale që përcjell. Një nga miqtë e humorit, Aziz Nesini, thotë humori dëgjohet me kënaqësi, lexohet me kënaqësi, po krijohet me vështirësi. Pra në këtë pa i quaj kështu formulim të lehtësisë në dukje dhe të vështirësisë në vërtet, ndoshta është një nga format e ndërtimit të humorit. Megjithatë, unë mendoj se ka humor, ka situata, ka probleme. Duke pas gjithë një parasysh që humori është një lloj antidoti kundër vështirësive, kundër helmeve të themi kështu të vogla apo të mëdha të përditshme. Po të rëmosh, po të dëgjosh, gjen formulime shumë të bukura, gjen situata të tilla
që në thelb mund të duken edhe jo aq të bukura ose jo aq të hijshme, por që në të vërtet janë shumë gazmore. Unë kohët e fundit u përpoqja të bëj një komedi për problemet e humorit, e paronave edhe vura regji, paronat nuk kanë fare për të qeshur, po janë zakonisht dramatike të thoja. Megjithatë duke e trajtuar me humor, mas e ato kalojnë edhe bëhen me të asimiluar nga njerëzit. Edhe në të kaluarën, edhe në periudhën e diktaturës, shumë gjëra që thoshin me humor, kalonin me lehtë se sa po të thoshin seriozisht. Nuk vishin re aq shumë. Edhe një nga revistat më të suksesshme të asaj kohe ka qenë pikërisht revista Osteni, që kritikonte me humor dhe thonte gjëra të bukura. Problemi është që të zbulon ato që i quhen duguritë të së përditshmes, sepse e përditshme duket e lehtë, por një poet thotë që nuk ka gjë më të vështirë sa ta zbulosh të përditshme, dhe sidomos të shohësh anën humoristike. Megjithatë, mendimi im është që bëhet edhe humor. Varieté. Titulloi shfaqja e trupës së varietetes së qytetit të Shkodrës me regjitë Edmond Mihillit. Ngjitën në skenë emrat tashmë të mirënjohur të Zeliha Milotit, Zev Dedës, Gëzim Krujës, Edmond Halilit e të tjerë. U prezantua humori fin shkodran, aq i njohur për oponencën e tij shpotice ndaj fenomeneve që po shprishin ADN-n e shoqërisë shqiptare, për çuditënimet e personalitetit të individit, ekstravagancat absurde e të tjerë. Teatri Anton Zako Çajupi i qytetit të Korçës u paraqit në këtë takim me varieten 100% dashuri, me regji të Petrit Koçibellit. Humori ishte ndërtuar mbi faktin se si një ndjenjë sublime si dashuria gjallon gjithmonë mbi një terren të rrëshqitshëm, e si e tillë, ndoshta nuk duhet marrë shumë seriozisht. Për më tepër në një shoqëri konsumi, ajo pëson deformime nga më të çuditshmet, nga më zhgënjyeset dhe më të pabesueshmet. Në konceptin regjizorial, shfaqja ishte ndërtuar mbi simbolet e gjetura komunikuese. Diçka krejtë veçantë prezantoi në skenë trupa e Akademisë së Arteve. Shfaqja titulloi Refleksion, në regjinë e Gazmend Gjokës dhe Elvis Pupës. Ishte diçka më tepër se sa një varieté rutinë apo skema klasike një varieteje. Ishte një model për të ndjekur, ishte një shembull, një alternativë se si mund të bashkëtojnë në të njëjtën kohë skenike, humori fin, aktrimi i zhdërvjellët, koncepti regjizorial i dialogimit me publikun. Sigurisht që shfaqja presupozonte një publik të kultivuar me këtë lloj konsumi artistik. Baza e të gjithë shfaqjes është lëvizja. Historia 50 vjeçare e vendit tonë, e cila ka shoqëruar etapa të ndryshme të jetës së njerëzit. Fëmijëria, akoma naive me lorat e sajuara në një ambient të varfër, tek adoleshenca me shalljen e pionerit, rinia me aksionet, zboret, dashurit në gjirin e kolektivit, puna në brigad, lufta e klasave e të tjerë. Të gjitha përmes një loje tepër dinamike. Në skenë recitohen pjesë nga shkrimtarë të njohur, Kadareja, Golli, Velo e të tjerë. Këndohet dhe kërcehet pa muzikë, me ritëm revolucionar. Brenda minutazhit të shfaqjes zbërthehet ndërgjegja njerëzore. Nuk ka mdhef, nuk ka ironi, thjesht rikujtim, edhe pse e kaluara tingëllon absurde për brezin e ri. Përmes kësaj kujtese, e vërteta e madhe është se njerëzit e thjesht në çdo sistem mbeten viktima të politikës dhe politikanëve që luajnë symbyllazi me ta. Kjo shfaqje ka fituar 2 trofe në festivalin ndërkombëtar të studentëve për filmin dhe teatrin, Skena UP në Prishtinë. Çmimin si shfaqja më e mirë dhe çmimin e medias. Në këtë festival morën pjesë 25 akademi dhe institute të artit dramatik dhe të filmit nga vende të ndryshme të botës. Ne nxjerrim në shfaqjen tonë, nxjerrim pengun që shqiptarët i kanë mbetur, nga kjo politikë që është ndjekur, si përpara dhe mbas viteve 90. Janë 2 politikanë që e mbajnë peng këtë realitet shqiptar dhe nuk e lë të ecë më përpara. Janë shfrytzuar elementet plastik dhe vokal, nuk ka fonin shfaqje, nuk ka skenografi, studentët vetë me trupat e tyre
nëpërmjet lëvizjeve të ndryshme japin edhe ndrimin e vendveprimeve, të objekteve, të gjendjeve etj. Gjithashtu me zërat e tyre ata mundohen të krijojnë një tablo të asaj çka ndodh, të veprimeve të ndryshme, për shembull në zbor, në aksione, me këngë. Kemi marrë një fragment nga një dekadë maj, kemi shfrytzuar vargjet të Ismail Kadares, të drejtora Gollit, të autorëve të tjerë më pak të njohur. Kemi marrë një tregim të Max Velos që bën fjalë për një vend të izoluar ku kemi dashur të vendosim Shqipërinë, është tregim mbas viteve 90. Kemi shfrytzuar edhe këngë të ndryshme si popullore, ashtu dhe të muzikës lehtë shqiptare të asaj kohe. Të bërit humor, është një komunikim më i mirë sot, më eficient i skenës me publikun? Njerëzit që ne vëmendje ose për aktimin në këtë raport? Njerëzit në Shqipëri janë shumë të stresuar, janë të lodhur dhe automatikisht ata kërkojnë diçka që të harrojnë jetën e përditshme, kërkojnë diçka që t'i sjellë një gëzim ose të ndryshojë pak hallet e përditshme. Dhe them që tek humori, edhe sidomos tek këto ditë e humorit që janë në Vlorë, unë them që është bërë një gjetje për t'i paqësu pak njerëzit, për t'i harru nga hallet e ndryshme që kanë për të shkputur. Po flasim për formatin e shfaqjes. Është një shembull që duhet ndjekur, e sugjeroni këtë gjë? Disi është puna, ne kemi favorin sot që studentët tanë komunikojnë me botën, në kuptimin e kësaj që këta tani marrin teknika të ndryshme, këta marrin eksperjenca të ndryshme, këta për shembull sa janë kthyer nga një festival që u zhvillua në Prishtinë ndërmjet 15 trupave të huaja, duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri me komshit tan, domethënë rreth e rrotull, dhe vinë me dy çmime, vinë me çmimin si shfaqja më e mirë, vinë edhe me çmimin e mediave. Përveç kësaj, pra janë pjesë e festivaleve të ndryshme ndërkombëtare, kanë marrë pjesë në festivalin e Kairos në Egjipt me këtë shfaqje. Pra duhet të them që kemi favorin që ne komunikojmë dhe gjatë këtij komunikimi, jo vetëm pjesëmarrja në festivale, por edhe ndërthurja dhe komunikimi me anë të elementeve të ndryshëm dhe kontemporan të teatrit sot. Unë nuk mund të them që kështu duhet vazhdoj, sepse humori në Shqipëri nuk fillon dhe mbaron këtu me shfaqjen tonë. Por them që po, sepse kjo është një rrymë teatri e cila sot në botë është mjaft e përhapur, domethënë ndiqet shumë herë më e drejtë për drejtë, por unë them Shqipëria ka mjeshtra humori, edhe nuk duhet bërë nofta një njësim. Ajo ka vlerën e vet, kjo ka vlerën e saj. Nofta do vinë edhe breza duke u mësu, duke u ambientu edhe me këtë lloj humori. Dita e fundit e këtij takimi i ishte kushtuar vetëm varietesë së qytetit të Vlorës, trupa e së cilës në këtë rast festonte 50 vjetorin e krijimit. Pas kaq vitesh të aktivitetit të saj artistik, trupa jo vetëm ka konsoliduar tiparet dhe karakteristikat e një humori brillant dhe tepër popullor, por dhe ka dominuar me prezencën e saj në kompleksin e varieteve rajonale të vendit. Në ceremoninë e rastit, oratorët jo vetëm shprehën konsideratat pozitive për këtë trup, por dhe evidentuan tharmin artistik të saj, pikërisht atë që e bën aq të dashur dhe të pranishme në çdo familje, jo vetëm në Vlorë, por në të gjithë Shqipërinë. Drejtori i Drejtorisë së Artit në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Armand Bora, përshëndet në emër të ministrit Bujar Leskaj. Vjojnë më pas kryetari i Bashkisë së Qytetit Shpëtim Gjika, drejtori i Teatrit Petro Marko Kristaj Skrami e të tjerë. Por pjesa më e bukur dhe më emocionuese e këtij ceremoniali ishte takimi të moshuarve, i veteranëve të humorit vlonjat. Aktor, këngëtar dhe regjisor që me energjinë e tyre artistike përftuan humorin dhe të qeshurat për qytetarët vlonjat në një kohë të vështirë për artin e varietesë, ose estradës, si quhej atëherë. Qëndrime impozante, të heshtura, të hareshme, sy që flasin, përqafime, batuta, këngë dhe gëzim. Siç duket është ditëlindja e dytë e tyre. Janë një referencë për të treguar se nga ka nisur gjithçka. Pa ta, pa punën e seriozitetin e humorit të tyre, ndofta do të ekzistonte e sotme. Realiteti vizionohet duke menduar të ardhmen,
por mbështetur fuqishëm mbi të kaluarën e shëndosh. Estrada profesioniste e qytetit të Vlorës u krijuar nga një grup artistësh të talentuar më 15 nëntor 1955, që nga shfaqja e parë e premierës së kësaj trupe, numërohen 215 premiera të tjera. Fryti i përkushtimit dhe frymëzimit artistik të një plejade të tërë aktorësh, regjisorësh, libretistësh, muzikantësh, skenografës, presigjatorësh e të tjerë. Të gjithë faktorët së bashku e kanë renditur këtë trup ndër më të duar trokiturat e më të suksesshmet. Mendoj që organizimi i këtij takimi të humorit ka vlerën e vet sepse i vë trupat në lëvizje dhe kanë një stimul, kanë një objeksion të çdo vit për të vënë një premierë të re, për të vënë një shfaqje të re. Plus anës tjetër takimit me artistët të cilët ndofta kishin vite pa u takuar me njëri tjetrin. Takimi u bë në Vlorë pikërisht sepse ka dhe Teatri Varietës Vlorë ka 50 vjetorin pra një ditëlindje. Zakonisht në për ditëlindje kujtohen të mirat, të metat, pra bëhet një lloj portretizimi i CVP-së. Çfarë do të thoshit për këtë gjë? Unë mendoj që 50 vjetori i estradës së Vlorës është një ngjarje artistike e madhe për qytetin dhe për vetë trupën. Pasi në këto 50 vjet trupa e estradës së Vlorës ka konsoliduar tashmë fizionominë e saj të plot artistike. Është përkushtimi, dashuria e aktorëve për skenën, janë kujtimet e sa aktorëve e brezave të tërë, aktorësh, skenografësh, libretistësh, muzikantësh që kanë kontribuar në këtë skenë dhe që padyshim e kanë renditur trupën e estradës së Vlorës në majët e panteonit të humorit shqiptar. Një nga profilet kryesore dhe karakteristika kryesore e Varietës së Vlorës është parodia, që padyshim është e veçantë, është në majat më të larta të interpretimit saj, mund të themi në mënyrë të pakrahasyeshme 4 parodistë të Vlorës. Është një traditë që ka qenë e hershme në estradën e Vlorës edhe që ka kaluar në disa breza. Brezi i fundit i 4 parodistëve, që siç e njohim të gjithë, është një nga vlerat e larta të këtij institucioni, të kësaj varieteje. Pra, nëpërmjet parodisë kapen shumë problematika të kohës. Dhe nuk mendohet që një variete e Vlorës të mos ketë parodin brenda. Na shpejton në shtëpi, me nga dalë mos u bëjer, e zuku s'është helikopter, në shtëpi të nasi to, do bëj lala ta së mo, po përmish me zuku no.
Shfaqen përshëndetse 100 vjeç Strada e Vlorës, realizuar nga regjizori veteran i kësaj trupe Luftar Veshi, u ngjitën edhe një herë në skenë emrat më të njohur të humorit dhe muzikës. Kujtuan edhe një herë të kaluarën, si një album fotografish familjare me të cilin kënaqesh dhe bën mirë ta shfletosh her pas here. Të rashgjimisë. Sukseset apo gjetjet skenike që fituan popularitet ndër vite, ngritën mbi një shtrat origjinal, të kultivuar që më parë. Është rasti këtu të takojmë për disa çaste një nga aktorët më të papërsëritshëm të estradës, Leka Krutë. Pa shumë komente, ai mund të cilësohet një nga ikonat e humorit skenik shqiptar, krahas Tano Banushit, Gjosho Vasis, Gzim Kryes, Paulin Prekës e Zilja Milotit në Shkodër, Nikolin Gjojës e Fadil Hases në Durrës, Luftar Pajës e Fuad Boçit në Fier, Skënder Sallakut në Tiranë, por dhe shumë e shumë të tjerë në të gjithë Shqipërinë. Portreti artistik i Leka Krutës mund të cilësohet si zhvillim dinamik që në mënyrë të veçantë mundi të ridimensionojë komunikimin midis tekstit letrar, satirës skenike dhe konsumatorit, publikut. Plastika imponuese, pantomime, ekspresiviteti i aktrimit, muzikaliteti, kultura estetike e formimit, plazmuan një aktor të standardeve europiane. Me gjithë kufizimet e kohës në të cilin ai krijoi, kemi të bëjmë me një figurë të avancuar në mënyrën e bërjes së humorit. Nga këndvështrimi i sotëm, fenomenet gjykohen më ftohtë. Më kujtohet në ato kohë, arishim bëshim 3 prova generale për të nxjerrë një premier. Pa harur të mëdhenj nuk ditë e çfarë. Ndërsa tash më bën përshtypje, në provë generale nuk bëhet më. Shumë rast në një që e bëjnë, se edhe kanë këtë primarin që në të nxjerrin e çfarë. Marë para ulu, të bëjmë kritikat, të heqim këto, të rregullojmë këto, edhe scenografia, edhe trupa e baletit, edhe trupa e aktorët, e pantomimat brenda, këto janë të gërshetura me të gjithë ambientet e skenës. Një merak e kam unë, edhe për parodistat tanë të Vlorës. Unë kam qenë kryesori që kam pru 7 veta i prura në estradë për të interpretuar. Këta i prum sigurisht si amator, duke u pjekur pasandej edhe profesionistat. Mirë, unë tashi lash këta 4 parodistat. Edhe këta janë brillantët e Shqipërisë. Po kam këtë merak. Nesër dhe këta do dalin pension. Tek vazhdimësia. Si do vazhdimësia, si do jetë si Strada e Vlorës, atëre do t'i vëm kyçin, asë njerë, në asë mënyrë jo. Atëre si, mendimin, këtu në shi nuk ka, se janë futur për bismeze, kanë dyqanet, nuk i kinë dot, se të mbyll dyqanin e të vitë bëj provet me stradë, edhe të bëj një shfaqje në stradë, e do marri kaq, ose se do që këtë interesin e tia, këta nuk i pagojnë më lekë. A dhe nuk e mbyll dyqanin, a i thotë më mirin dyqanin, sa mirë pa ishtë humoristit, a ishtë artisti mrekullueshëm, nuk e theret dot. Atëre t'ja mësojmë universiteteve, gjimnazeve, po ka i bjen të ri, po dhe me sishëm shu si jam sotun, që jam plakur. Po, unë kam qenë gjovanoto, në atë ko, djaliri. Ngrije lartë lutem qasho drushe po të ha, mangeshe në stoma. Oh, parte diskreti plak, ku shkoj ajo eduka. Ere një batut thoshe, ose më bënte përshtypje, ishte një X emër në komitetin e partisë, në atë ko. Për shumë të them ja bazë. Baron të shfaqe, digjo, shokurek,
atë fjallën emër Abaz hiqe. Po përse? Po Abaz e punon komitetin e partisë, po Mjali punon komitetin ekzekutiv, po ai punon të sindikatat e kështu. Po unë nuk po të them me emrin, ky është Leka Kruta. Atëherë kur dëgjosh Kruta, që ndërka Leka. Po them Leka, po sa Leka ka Shqipëria, sa Baze, sa Qereme, sa Mjal, kjo ishte një censurë e jashtëzakonshme, kjo ishte shumë e keqe. Pikërisht kam pasur një parodi të mrekullueshme. Gajvisi Qerefera, Leka Kruta, të tre. Në losh 2 antarë të biros politike. Nuk e presi membra, vetë kuptoj. Hynë të tre në skenë, filloj Gajvisi, filloj Qerefera, mbaroj erdhi punën e ime. Sikur ma hoqin nga baldi tekstin edhe më dhanin të re. Edhe unë ja fillova. Me mimik, me pantomim, ata hengrën të këtë njësoj. Se mos e din ata që ato thosha unë. Njësoj hengrën të jetë. Atëre si do bëja unë, si mbas këture. Ti bja baldit edhe etikja, s'kishe turpën të madhë. Prandaj kështu e kalova unë. Mendon se djali juaj Beni ka trashëguar nga babai? Po, Beni ka trashëguar se duke më parë dhe mua, edhe kur ishe i vogullën e mire natë për natë në shtrat. Ishte dhe më tepër biznesit është. Urdo? Ishte dhe më tepër biznesit është. Nashi, pavasi, qarë ma vro biznes ka në ta në Tirana dhe në bërdet. Me gjithë të mu Amerike që a i ku prapë nga strada, a i do të kështë milituar, sa i bërë i shkollën e lartë për artist. Kur isha në Korfuz, nga që unë nuk rria do të bëja shumë humor, sa do isha i trishtuar tërkohën ati, sepse malli bënde punën e vetë, qëllimi për cilin kisha vajtur nuk po realizohesh. Me gjitha dhe mua nuk rria do të pa e futur vetën time në momentet caktuara. Dhe unë greqishte nuk e dija, ati e mësova. Dhe në një moment caktuar më thonë sa miqtë e mi grek, Beni, pse nuk merr pjesë këtu në teatrin e Korfuzit, në komedin kishin një grup të cilin ishin gjysmë amator, dhe më thosh të marrësh pjesë tu sepse është shumë mirë, është me shumë interes për ty, me që ti je aktor komik. Edhe unë i thash, unë marrë me kënaqësi pjesë këtu i thosh, flise italisht me ta, sepse greqishte nuk e di atëre, po është një gjë e vogël fare. Çfarë më thoshin ata? Duhet të mësoj Korfuzi shqip se unë greqisht nuk di, thosha, që të qeshin ata me mua. Megjithatë, unë mundova njërë mos bëja ndonjë diçka atje duke i mësuar mekanikisht ato, në një poezi apo në një histori, po nuk ishte gjë ajo. Të gjithë më kanë thënë që duhet të jenë shumë i gëzuar që kam të gjysh, që është një aktor shumë i mirë, mund të arrijë atë që ai se ka imagjinuar një herë, apo unë apo babi. Por dhe thënë, s'kam një dyshim për ato që kanë thënë tjerët. Po në qoftë se do të jepej mundësia, çfarë pjesë doje të luaje me gjyshin në skenë? Pjesën e berberit, pëlqen shumë. Pse të pëlqen? Se Kush të pëlqen? Ajo kur je bakshish apo ai që nuk je bakshish? ai që nuk je bakshish. Pse more? Sepse fillon zien. Ma pëlqen kur pëlqen me gjyshin. Orchestra, allegria ragazzi! Ovica Papparel, non per dire son Teorel, Kumare Kumbarel, stanno sempre intorno a me, sarà buone funeste, si ne vedono passare, ocella, fanno garba campare. Perché sta tempalera l'aria, Kumare Kumbarel, son bella, ma voglio ver la stella, che bello, e fa la contenta, non mi facci brillare. E una pannata là, ma porta pari via, sotto braccia e passeggiare. Përsëri 7 zënë, shkruar nga Ferdinand Hysi, titulloi shfaqja e Varietesë së Vlorës, me regji të parodistëve të saj. Afrima Galliu, Agron Hamo, Muhamet Likaj, Mane Lumani, i cili së fundi është larguar nga skena për arsye shëndetësore, tashmë janë bërë figurat proverbiale të humorit të këndshëm, modern dhe mjaft popullor. Indeksi i tyre artistik tashmë i kalon për masat e rutinës, duke koncentruar në vetvete formatin bashkëkohor të vodvilit, kupletit, muzikës, dialogut muzikor dhe element të theksuar të groteskut.
Parodistët e Vlorës janë shndërruar në komediantë të mirëfill të kohës sonë, të ngarkuar me probleme, negacione, shprishje të personalitetit, absurdeve shtetëror, paradokseve ekzistenciale të tjerë. Motoja e tyre, të qeshim se nuk qajmë dot, është një oponencë forte të vërtetave të hidhura të jetës së përditshme dhe fateve mjerane. Pjesët e tyre kanë në funksion të dy fisht. Argëtojnë publikun, por dhe e bëjnë atë të mendojë për fatet e tij, për atë çka mund të ndryshojë në jetën tonë, në zakonet tona të mbrapshta. Është një bum sarkastik, evidentuar kryesisht pas viteve 90. Pasurim racional dhe mbreslënës i karakteristikave social-psikologjike të kohës. Manet shoferiri, qona shpejto në shtëpi, me nga dalë mos u bëjer, zuku s'është helikopter, në shtëpi të nasi to, do bëj lala da së mo, po gërmish me zuku. Po udhëtoni me autobus urban, kush të shikojnë të gjithë pinin duhan. Në kam një grua me një fëmijë në gjilë, ullur ca djem, ta zbisur mustaqe lyr. Qou, i thash ti. Burgua! Qou, krasot mi, nuk është vagoni në nave me fëmijë. T'ja bëjo shok të mi, piva një dopjo raki, mara pulsi si ma erdhi nuk e di. Unë bre piva dopjo vot, edhur në një palo got, dhe për pak përfundova drejt e mgrot. E piva një dopjo fërnet, e futa vete në siklet, dhe shuhoda me gjithë roba mu në de. E kalle, kalle, halle, halle. Vlen të cilësojnë metaforat dhe baza alegorike e parodive të tyre, gjë që i përçon një humor intelektual dhe thellë të komunikueshëm. Që prej mesit të viteve 80, galeria e humorit dhe satirës së krijuar prej tyre është mjaft e pasur. Shfaqja përsëri shtatzën, siç duket është ndër më të arrirat deri tani. Evolucioni biologjik i njerëzit ndërthuret mjeshtërisht me evolucionin social të tij në një kontekst shqiptar. Evidentohet në këtë rast i gjithë spektri i marrëdhënieve sociale, i raporteve të individit me shtetin, problemet të identitetit, ngërçeve historiko-ekonomike, përshtatja e shoqërisë së konsumit, pragmatizmi vulgar i fetishizuar e të tjerë. Në këtë rast janë ezauruar mënyra tradicionale të shfaqjes, serviren gjërat e reja në formë dhe në përmbajtje. Një fabulë e trajtuar me shije letrare nga dramaturgu Ferdinand Hysi. Fakti është që në një den e 3 vetave që lindin nga ky bark i nëntë që unë kam quajtur Estrada, u mori lonjat në përgjithësi, po do mori lonjat veçanti, po do mori në përgjithësi gjithmonë ka lindur nga breza të arshëm dhe deri në këta të rinj që do të lindin. Natyrisht brenda gamës së kësaj ka dhe probleme të tjera, të cilat jam unë detyruar të gjithë të shfaqim dhe të japim për vetë fakt një problemet që ishin aty doganat e dritave, këto janë patjetër që humori i prek, por thelbi im kryesor ishte të merresha me këta 3 talente që po unë gjithmonë kam një kënaqësi dhe shëndet për mua që të bashkëpunoj me këta dhe të punoj material pikërisht për ta. Çfarë simbolizon evolucioni këtyre? Evolucioni këtyre simbolizon këtë gjë, nga fëmijë në moshë, simbolizon këtë gjë që në lindje, se këta kanë lindur me ndjenjën e humorit. Është ajo mendimi që tek këta, sidomos tek këta të 3, po edhe në përgjithësi tek humori, ajo gjë ka lindur, zhvillohet gradualisht dhe derisa arritet. Por nga ana tjetër, unë kam dashur të fokusoj edhe një gjë që pavarësisht problemet që kapen, qoftë nga fëmijët, qoftë nga mosha mesatare ose nga plejt, ndoshta në këndvështrime të ndryshme, të ka problemet janë të mpreta, dhe edhe një fëmijë mund të shikojë problemet të cilat e shqetësojnë. Ashtu, për mua e dhimbshme është ajo e pleqve që të mbetur në fund, mendojnë ku të shkojnë në një vend për të shtyr atë ditën e fundit të saj. Ky takim humori, i cili synon të krijojë traditën e një festivali humori, ishte i rëndësishëm edhe në kuptimin memorial. Skena e varietes nuk mund të kuptohet pa humorin e shkruar. E në këtë rast mund të kujtohen Pollumkulla e Filip Çakuli, Gjergj Vlashi e Leka Bungo, Koço de Vole e Paulin Selimi. Po kështu dhe fillimet estradeske me Besim Levonjën, Nikola Panajotin,
Mjellaq Luarasin, Pandi Sheun, Mihal Pobi, Nikolin Gjojun, Tano Banushin, e të tjerë. Afrima, është vështirë të bëhet humor sot në Shqipëri? E vështirë është, sepse që të bësh humor do të thotë të kesh një gjendje shpirtërore në vetë, brenda. Se cili në vetë do të ketë një gjendje shpirtërore të mirë, të këndshme, por me këto probleme që kemi ne, natyrisht dritat, ujit, streset e jetës e këto, është e vështirë. Po, shumë e vështirë nuk është, sepse në fundit neve përderisa kemi marrë përsipër këtë detyrë do ta çojmë deri në fund, derisa të kemi jetën, kështu që do të mundohemi dhe nuk e distoj që do të jemi në vazhdim të punëve të bukura dhe të mira që pa diskutim mua më vjen shumë mirë që edhe kolegët tanë të ardhur që nga Peshkopia, Shkodra, Saranda kanë qenë tepër të angazhuar dhe kështu që e vështirë është, po jo shumë e vështirë. Unë me që më dha rasti për televizionin shqiptar them përshëndes iniciativën shumë të bukur të Ministrit Kulturës, fat që pas kemi edhe Vlonjat, edhe të Bashkisë Vlorës, Shpëtim Gjikës, për këtë iniciativë të madhe dhe shumë të bukur për lëvrimin e humorit në Shqipëri. Ishte një iniciativë që më duket mua se në qytetin tonë i dha frutet e saj, ju jeni dëshmitar vetë, salla për natë është rafsh, kjo tregon që njerëzit tanë janë shumë të prirur mbas humorit. Është një zhandër i tillë i bukur, tërheqës që në përgjigje të asaj që i pyeti si bëre afrimit, unë do të shtoja se nuk është shumë e vështirë për ne artistët kushdo të ritpunoj. Neve si trup themi që diçka po bëjmë të mirë për qytetin tonë. Cilat fenomene do të duket më qesharake në shoqërinë e sotme shqiptare, që janë për t'u qesëndisur, për t'u qeshur, për t'u vënë në duke me sarkazëm? Gjë probleme Arjan ka plot. Varet se si trajton ato në mënyrë të padiskutueshme. Kemi filluar që nga një firmë dhe një vulë që duam të marrim në një administratë, që nga lindjet në maternitet, që nga shtrimet e rrugës, e për këto problemet pseudo të mëdhaja, madhore, drita ujë, që nga u bën gangren. Probleme ka plot, si që tha Agroni, e rëndësishme është që ti është gjithmonë në kontakt të vazhdueshëm me skenën, mos ta lësh atë, sepse arti është njësoj si sporti, po e le, të la. Ndër elementet e rëndësishëm të ditëve të humorit shqiptar 2005 ishte dhe organizimi i tryezave të debatit mbi problemet të humorit letrar dhe atij skenik, formatit të shfaqjeve, backgroundit social, refleksioneve estetike e të tjerë. U organizuan 2 tryeza të tilla. Ministri i Turizmit dhe Kulturës, Pujar Leskaj, që përcolli për disa ditë këtë aktivitet, e cilësoi takimin si nxitje dhe motivim për më shumë punë artistike nga trupat, si një start për të ngritur në forma të larta të realizimit, duke shmangur banalitetin, i cili veç të tjerash mund të jetë edhe një shfaqje e luajtur dobët. Humori është pa parti, theksoi ai, i takon të gjithëve. Me mjetet e tij humori zgjidh ato probleme që shqetësojnë publikun më mirë se institucionet përkatëse. Në fund ai konfirmoi për të ardhmen se ditët e humorit shqiptar do të kalojnë në një stad më të lartë, në atë të një festivali, i cili do të ketë të gjithë parametrat e zhvillimit. Ndërkohë po punohet për ligjin e financimit të trupave dhe shpërblimin e artistëve. Drejtori artistik i këtij aktiviteti, aktori Mirush Kabashi, vlerëson ballafaqimin e humoristëve të lënë harres, evidenton problemet organizative që kalojnë varietet dhe sugjeron alternativat e ngritjes në një stad më të lartë të shfaqjeve. Nga ky ballafaqim varietesh, mund të konstatojmë se shfaqjet janë ende brenda skemave të vitëruara. Alternativa formale ka pafund, por gjithçka është e lidhur me cilësinë. Duhet të synohet drejt kabares, vodvilit, monologut, parodis, imitimeve, komedis me një akt, pantomimës, videohollit, skeqeve të muzikuar e të tjerë. Shfaqjet duhet të arrijnë sinkronizimin e duartrokitjeve me mesazhe. Në lidhje me banalitetin dhe vulgaritetin e shfaqjeve, në skenë dhe ekran, mbizotëron mendimi se ato janë pjesë të jetës, deri diku të nevojshme për të komunikuar me publikun. E rëndësishme është se si përcillen ato estetikisht, a konceptohen nga ana dramaturgjike në mënyrë të natyrshme. Nuk duhet të kemi frikë nga banaliteti. Pjesa më e madhe e publikut është vulgu, populli, prandaj i duhet folur, pra duhet ngacmuar me gjuhën e tij. Problemi është të mos shndërrohet qëllim në vetvete.
Problem akut për konstitucionin e Varjetes përbën edhe përkatësia ligjore e trupave. Si do të mbijetojnë ato financiarisht, do të vijojnë të jenë pranë bashkive, apo ka alternativat të tjera. Në fundit, aktori nuk duhet të ndihet thjesht i paguar, por të gjejë forma të tjera ekzistence. Në shkallë republike, ku do të ketë një premio mjaft të madhe. Kjo është iniciative e Ministrit të Kulturës dhe Turizmit, njëkohësisht edhe imja. Biznesi dhe arti ecin paralel, sepse arti e ndihmon shumë biznesin, nga streset e nga ditët. Këto ditë të humorit, apo ky aktivitet të instalohet në qytetin e Vlorës si një aktivitet i përvitshëm. Unë natyrisht me cilësinë e kryetarit të bashkisë premtova që për vitin e ardhshëm buxhetor, pra për vitin 2006, të planifikojnë në financat e bashkisë buxhetin e mjaftueshëm për ta bërë këtë aktivitet shumë herë më prestigjioz, shumë herë më të rëndësishëm, për ta afruar në sezonin turistik me qëllim që edhe pushuesit e huaj të kenë një aktivitet të larmishëm, po pse jo dhe trupat apo pjesëtarët e këtyre trupave artistike ta shijojnë Vlorën në sezonin turistik, natyrisht dhe me një premtim tjetër që përveç trupave të humorit të Shqipërisë, ne të ftojmë edhe nga trevat mbarkombëtare për të dhënë me të vërtetë atë larmin e humorit i cili është shumë i bukur kudo dhe në të gjitha trevat e Shqipërisë. Humori në një shoqëri nuk është një kalim kohe, por në radhë të parë është shprehje një mentaliteti demokratik, është shprehje një optimizmi për jetën, një nga antistresantët e më efektivët në këtë ritëm të lartë zhvillimi që kanë shoqëritë sot.